përshëndes të gjithëve miq të Dita ime në ekranin e Vision Plus. Ne i takojmë sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt edhe për këtë ditë të mërkurë në këtë mesjavë ku data është 9-16 prill 2014. E pra sot ashtu sikur sa e keni parë, është një ditë e lagësh, një ditë e cila është e ftohtë deri diku dhe nuk mund të konsiderohet pranverore, por e veshja ime gjithashtu edhe ngjyrat e programit Dita ime patjetër që sot do t'ju japin shumë kënaqësi edhe ngrohtësi brenda ambienteve të mbyllura ku do të na ndiqnin deri rreth orës 13 që do të jemi së bashku live në transmetim të drejt për drejt në ekranin e Vision Plus. Fillimisht dua t'ju njoh me parashikime të motit për kryeqytetin, sepse e nisa ta thosha pak më përpara që sot do të kemi shi gjatë gjithë ditës, paktën në kryeqytet. Temperatura në këtë moment që ne po flasim është 9 gradë Celsius, ajo minimale është nuar në orët e para të mëngjesit dhe ka qenë 5 gradë, ndërsa maksimalja pritet në mesditë, nuk do të ketë shumë ndryshim, shumë rritje, do të jetë diku tek 13 gradë Celsius. Niveli lagështisë sot është 81%, konsiderueshëm dhe era është me 2 km/h, që do të thotë se duhet keni shumë kujdes sot edhe të shmangni sa më shumë ambientet e hapura. E rëndësishme është që ndroni mirë sepse edhe mund të rikthehen ato virozat të cilat nuk na pëlqejnë as pak edhe na e prishin cilësinë e jetës, na e prishin humorin ton. Unë do t'ju njoh pa humbur kohë se çfarë është përgatitur nga stafi i programit pikërisht për ditën e sotme për të ndjekur në Dita ime dhe do të nis me pjesën e fundit rreth orës 12, ne do të kemi një panel interesant, do të flasim sot për një temë të rëndësishme. Dihet që kemi shumë produkte plastike, si në shtëpitone, ashtu në zyra, në ambientet e punës. Po ku konsiston në rreziku i këtyre objekteve të ndryshme dhe a duhet apo jo t'i zëvendësojmë të paktën ato që kemi mundësi? Pse janë kaq të rrezikshme dhe cilat janë sëmundjet që mund të shkaktohen? Plastika dhe rreziku prej saj. Në orën 12 duhet të na ndiqni. Ndërsa rreth orës 11:15 si gjithmonë do të ndiqni recetën e ditës. E shohim tani në pak çaste. Diçka e shishme, po kam përshtypjen edhe e rëndë, sepse përshtatet me temperaturat e ulta të kësaj dite të ftohtë prilli, mes prilli. Ndërkohë, rreth orës 11:45 do kemi të ftuar një mjeke dermatologe. Ne femrave na pëlqen shumë që të kujdesemi për lëkurën, por nga ana tjetër duam që dukemi edhe estetikisht të bukur, ndaj përdorim shumë produkte kozmetike, ku qëndron vlera e atyre produkteve kozmetike të cilat në përmbajtje kanë produkte që janë shumë të mira, shumë cilësore. Nga ana tjetër, ato që deri diku mund të konsiderohen edhe të lira në çmim, a janë apo jo të rrezikshme dhe a duhet apo jo që ne t'i shmangemi përdorimit të tyre. Do të flasim sot kozmetika dhe përmbajtja e saj, sidomos edhe për elementët e rinj që kanë hyrë në përmbajtjen e produkteve të ndryshme kozmetike. Ndërsa në pjesën e parë të programit do të fokusohemi në një temë e cila është shumë e veçantë. Nuk e di nëse ndokujt prej jush po na ndiqni në këtë moment, më ka shkuar ndërmend që të ndryshoni fen. Po çfarë është? Çfarë do të thotë që të ndryshosh fen? A mund të jetë dëshirë ndrimi i fesë dhe nëse qen ka dëshirë, atëherë ata që janë përfaqësitë e fesë tënde e njohin këtë problem apo e njohin si problem këtë ide, është pikërisht kjo tema e ditës sotme, e cila do të ilustrohet edhe me materiale të ndryshme nga jashtë studios. Unë do të nis pa humbur kohë me prezantimin e të ftuarve me Imzot Gjergj Frendo, Katedralja e Shëmpalit. Përshëndetje se keni ardhur në Dita ime. Faleminderit që keni pranuar ftesën. Kënaqësi e veçantë. E vazhdoj prezantimin me Elvis Naçi, i cili është drejtor i mesazhit Islam pranë komunitetit musliman. Përshëndetje se keni ardhur. Faleminderit. Dhe kemi zotin Sokol Kondakçi, i cili është teolog. Përshëndetje se keni ardhur. Kënaqësi e veçantë që kam në Dita ime. Imzot, do ta nisim së bashku bisedën. Çfarë mendoni ju për personat të cilët ndrojnë fen? Çfarë do të thotë që të ndryshosh fen? Së pari dua të theksoj se drejta për fen është një nga të drejtat më të para që janë njohur zyrtarisht. Është një drejtë themelore, që përfshin edhe drejt për të ndryshuar fen. Sepse feja nuk është thjesht një trashëgim, sepse prindërit kanë pasur këtë besim, atëherë detyrimisht djali i tyre duhet të mbaj fenë e prindërve. Feja është një vendim personal. Dhe është ai vendim që ai individi ka pranuar të besim, sepse
ka gjetur në te, do me thënje ma të sakt për jetën, për aspiratat e ti. Që thotë se ne nuk lindim me një fe të caktuar? Absolutisht, jo. Nuk lindim. Elvis? Është feja është gjithmonë diçka personale, do me thënë kërkon një vendim personal nga ana e besimtarit. Elvis? Dhe më thonë, ka një dalim si lind njeriu, në paktën ajo që është në esencën e teologjisë islame është që lind besimtar. Dhe më thonë, është instaluar të qënja e tij, siç i është dhënë shikimi, dëgjimi, mendimi, duart, këmbët, e me radhë, gjithë qënja e tij fiziologjike, është instaluar tek ai dhe besimi në Zot. Dhe njeriu po ta lesh të natyrshëm, mos ta mbushësh me ideologji ateizmi, po themi, ose me radhë, do ta shikosh që atë kur shkon në moshën madhore, ai do të jetë besimtar. Kurse për sa i përket fesë, e cila tek njeriu është diçka esenciale, ai kuptohet që në momentin e parë automatikisht përfaqëson fen të cilët janë prindrit e tij. Për këtë arsye mund të themi që duke qenë prindrit musliman, ai mund të quhet për çastin themi musliman kur lind, sepse ai nuk ka vetdije që të ndrojë fen. Apo në të njëjtën kohë kur është në një familje kristiane. Ajo që thot Islami është që njeriu fen e tij e merr nga familja. Në pamje të parë. Aty e merr dhe edukata. Pra, feja trashëgohet, po na thua. Trashëgohet në sensin e parë. Por çfarë ndodh? Kur ai shkon në moshën madhore, sepse ne nuk mund të themi që një person i cili është 14, 15, 16, 17 deri në moshën 18 vjeç quhet i pa fe. Sepse vetë logjika e çon që prindërit e tij, nëse janë besimtar, kanë kultivuar diçka tek ai. Dhe po ta pyesësh atë që jemi dhe realist. Po ta pyesësh çfarë fe keni ju, ai normal është indikuar nga familja e tij, do të thotë unë përkas kësaj feje. Normale, përderisa festohen festa të ndryshme fetare, ndiqen ritet, ndoshta mund të shkohet në kishë apo në xhami. Besimi në Zot edhe një herë është i instaluar. Besimi në Zotin që krijoi gjithë universin dhe njeriu. Kurse për sa i përket fesë, kur shkon në moshën, po themi, të madhe, që fillon të kuptojë atë që është e mirë nga ajo që është e keqe. Ajo që është argumentuar me atë që nuk është argumentuar, feja normal që e prezanton njeriu me lirinë e tij. Mund të jetë që thot pasi ne kemi marrë informacion, pasi ne kemi kultivuar besimin ton, atëherë kemi edhe të drejtë që ta ndryshojmë fen, po thuaj Elvis. E para është logjike që kërkohet paktën fen islame që njeriu të studiojë fen e tij dhe pastaj të shikojë dhe fetë e tjera. Pastaj dhe fetë ndahen, janë 3 fetë gjigante të mëdha të njerëzimit, që është Islami, Kristianizmi dhe feja e Izraelitëve, pastaj janë edhe disa fe që kanë dalë toksore, do themi këto janë ato qiellore të mëdha. Dhe normal njeriu i cili është studios dhe dëshiron që me të vërtetë kuptojë, sepse Zotin jemi gjithë dakord që ai është më që krijoi gjithë universin, Zoti i gjithësisë që i themi. Por këtë gjithë ato që besojnë Zot bien dakord. Problemi tani ne ndalim tek fetë. 2 fetë më të mëdha në botë janë feja islame dhe feja kristiane. Feja izraelite është më e vogël, po hyn tek fetë qiellore sipas konceptit islam. Kur njeriu arrin në moshën që fillon të kuptojë, ka mundësi të lexojë, ai del jashtë asaj që mund të jetë si tabu. Dhe ka drejt ta studiojë, dhe nëse ai gjen argumente të pakontestueshme, gjen argumente të qarta që feja që ai nuk është në nivelin e fesë, që ai po studion dhe po lexon dhe shikon që atje ka më shumë argumente, e gjen veten më shumë atje, po gjithmonë në aspektin logjik dhe argumentues, jo në aspektin shpirtëror. Se për shembull sot njeriu mund të bëhet, po them, pa dashur të ofendoj njëri dhe budist, sepse unë rri dhe ngjej një kënaqësi. Nuk është kjo. Problemi është Zoti kuptohet në radhë të parë, kuptohet me argumente dhe me logjik, mënyrë racionale. Ju si përfaqësues i fesë islame po na thoni se feja juaj e pranon ndryshimin e fesë, ama fillimisht ata të cilët kanë lindur me këtë fe sipas trashëgimisë, duhet ta kanë studiuar fillimisht dhe pastaj të zgjedhin një tjetër, nëse deri diku mund të mos bien dakord. Pra në aspektin parimor, çdo teolog i fesë islame dhe çdo profesor kombëtar musliman thotë feja islame është më e mirë dhe nuk do të ndryshojë. Kjo është në parim. Kurse ajo që avancoj unë dhe them është që njeriu është i lirë që të studiojë, të lexojë dhe të shikojë që ajo fe në cilën është rritur në familjen e tij dhe prindërit e tij është kjo feja vërtet? Se tani edhe feja islame dhe kristiane dhe feja izraelitëve nuk mund të jenë të treja të vërteta. Jemi realistë. Mirës, pak më vonë ne do të flasim që Islami i përfshin dhe 2 fetë të tjera. Ja ta pyesim pak Sokolin se në cilin proces kalon pikërisht ky person që e kërkon ndryshimin e fesë, sepse po them unë një vajzë e re kërkon që të kalojë nga muslimane në ortodokse dhe kjo vajzë e para nuk duket si një dëshirë e saj, si dëshira e një fustani që po blen, është shumë e re në moshë, e dyta mund të shoqërohet me një shoqe që është një feje tjetër dhe tërheq, i pëlqejnë ritet dhe vendos pa pritur, pa kujtuar që ta ndryshojë fen. Po, a është serioze kjo edhe
e marrin shumë seriozisht në ato mendime të kthjellta këta persona që duan të ndryshojnë fen sot në Shqipëri? Sokol? Në radhë të parë, ajo që duhet thënë është që për këta persona të cilët bëjnë një ndryshim, një kalim të tillë nga një fen tjetër, për arsye të ndryshme, nga më të ndryshmet, ndoshta ajo shpirtërorja mund të jetë e fundit, po mund të jetë edukimi, ose shoqëria dhe ambienti i cili e rrethon, edhe ndikimi që kanë njerëzit përreth tij. Duhet parë njëherë se çfarë vendi zë feja ose besimi te ky person, sepse nëse do të jetë një person religjioz, ashtu sikur se u tha pak më parë, atëherë i bie që feja për atë është diçka e shenjtë nëpërmjet të cilës, pra një grumbull rregullash dhe parimesh nëpërmjet të cilave ai lidhet dhe kontakton me Zotin e tij. Në qoftë se kjo fe ose besimi në vetvete zë një vend shumë të rëndësishëm në shpirtin e njeriu, atëherë vendimi për ndryshimin e fesë nuk do të ishte shumë i lehtë. Pra, kjo është për të theksuar që një vendim i tillë për të kaluar nga një krah në krahun tjetër shumë shpejt, ose thjesht pse një shoqe e një vajzë është në një fe tjetër dhe ajo vishet bukur dhe kjo bukuri ka të bëjë me përkatësinë e saj fetare ose anasjelltas, kjo nuk është shumë serioze faktikisht. Ajo që mendoj unë është se njeriu nëpërmjet fesë ai duhet të krijojë një raport të rëndësishëm me Zotin e tij dhe ky raport, domethënë, nuk përfundon thjesht, nuk është një raport që lind edhe mbyllet thjesht me vajtjen në xhami ose në kishë dhe me daljen për këtyre dyjave institucioneve, por mbaron, ajo vazhdon edhe pas vdekjes. Pra kjo është filozofia e fesë. Dhe njeriu kur e di që pas vdekjes do të ketë një jetë tjetër dhe atje ai do të përballet me llogarinë dhe shpërblimin ose dënimin në fund, atëherë ai do të jetë më i kujdesshëm pra në zgjedhjen e fesë, nuk do të jetë kaq i lehtë vendimi i tij për të kaluar nga një krah në krahun tjetër. Pra, e theksuat shumë bukur që në fillim, Sokol, që varet pastaj edhe në çfarë shkallë beson gjithsecili nga ata që mund ta marrin këtë vendim, sepse besoj ata që i hyn shumë edhe marrin shumë informacione kanë të vështirë edhe vendimin për ta ndryshuar apo jo. Patjetër. Unë mendoj që nëse do të shtoj diçka, mendoj që shiko, është krijuar edhe për shembull një psikozë që ose një ide që shiko se po ti je i krishter, pa ofenduar askënd, domethënë, ka pak modernitet, mënyra e veshjes, luku e tjera është diçka. Po të shikosh që jo feja muslimane, ama se kjo feja muslimane tash i ka shumë rregulla, jo shamia, jo ca me mjekra edhe shumë njerëzit pra nisen nga ajo çka shikojnë në aparencë, nga pamja, nga pjesa estetike. Sesa pjesa esenciale e vetë fesë, domethënë, ku ai shpreson të aderojë, domethënë, dhe të bashkangjitet. Im zot Frendo nuk është shumë dakord kam përshtypjen, të paktën me Elvisin që thoshte se zgjedhja vullnetare e bie pas të 18-tave, atëherë kur të gjithë bëhen të ndërgjegjshëm, përderisa ju thatë që të ndërgjegjshëm duhet jemi që në fillim. S'mund të trashëgohet feja. Jam dakord që ambienti ku rritet feja është brenda familjes. Për këtë nuk ka diskutim. Dhe në fakt është për këtë arsye që edhe ne pranojmë që të pagëzohen edhe fëmijët. Gjithmonë nëse jetë e besimit të prindërve që besojnë. Megjithatë, pastaj është gjithmonë i lirë të zgjedhë besimin e tij. Edhe pse është lindur për shembull në një familje muslimane ose krishterë, por ka gjithmonë mundësi që të zgjedhë besimin e tij. Sepse, si e thash, besimi nuk është diçka që trashëgohet. Dhe kërkon një besimi gjithmonë. Po, kur zgjidhet, im zot? Kur zgjidhet besimi? Nuk mund të thuhet. Ne kemi pasur, për shembull, fëmijë që kanë lindur në një familje musliman, që kanë kërkuar që të bëhen krishterë, katolik, por nuk i kemi pranuar pa lejen e prindërve. Sepse ne jemi shumë të vetëdijshëm që ndryshimi i fesë, i besimit, kërkon një vendim të pjekur. Jo thjesht sepse miqtë e tij janë katolik, për shembull, atëherë edhe ai kërkon që të bëhet katolik. Pra, nuk mund të jetë një dëshirë kaq sipërfaqësore edhe e çastit. Mund të jetë, po, edhe për shembull ke përmendur më parë rastin e martesave, kur është një martesë e përzier.
ne theksojmë se kur është martesë përzierë, një palë është katolik, një palë është musliman. Ne theksojmë, ne nuk bëjmë asnjë presion, nuk bëjmë kush që martesët e kremtohet në kish, duhet edhe pala tjetër që nuk është katolike, duhet të bëhet katolike, absolutisht jo. E qartë, pra zgjedhja është absolutisht e lirë. Mirë, do të vazhdojmë akoma për të mbetur në këtë linjë. Do të njegim fillimisht një material i cili do të ngre pikpyetje të tjera lidhur me këtë temë dhe rikthehemi pas pak studio për ta komentuar bashkë. Debatet të shumta kanë shoqëruar njerëzimin në lidhje me faktin nëse feja është diçka e trashëgueshme apo jo. Ne lindim me një besim fetar të përcaktuar nga familja dhe shpeshherë e trashëgojmë atë brez pas brezi. Na ndodh ta shohim besimin fetar të ngjashëm me mbiemrin që ne e marrim automatikisht nga të parët tanë. Por a është vërtet kështu? Një nga liritë themelore të individit është e drejta për të pasur atë besim fetar që ai dëshiron, atë ku ai gjen vetveten. Besimi fetar është tejet personal dhe çdo kush ka të drejtë të përqafojë cilëndo fe që e bën atë të ndihet i plotësuar. Të besuarit është shpirtërore dhe askush përveç nesh nuk mund ta zgjedhë atë. Besimi lidhet ngushtë me ndjesitë tona personale. Zgjedhja e një besimi fetar të caktuar duhet të jetë një vendim i cili duhet marrë në mënyrë të pavarur nga çdo kush dhe nuk mund të diktohet askujt. Besimi i vërtet është ai që njeriu zgjedh i lirë, pa u ndikuar nga askush. Janë ndjesitë tona, ato që na drejtojnë tek feja, të cilës ne do t'i përkasim. Askush nuk mund të gjykojë nëse është e drejtë apo jo të ndryshosh besimin fetar. Besimi është vetëm shpirtëror, andaj nuk mund të diktohet. Çfarë mendoni ju për persona të cilat ndryshojnë fenë e tyre? Për ato persona që ndryshojnë fenë e tyre, ato janë njerëz të pa asnjë lloj feje dhe pa asnjë lloj adhetarizmi. Që nuk kanë adhetarizëm, se mbi gjitha është adhe, fe, familje. Jo, negative, përderisa ke fenë tate që ti, domethënë ke vite që ke atë fe, pse duhet ta ndrosh? Po, besoj se të që një person që donë, duhet ta ketë atë fe që ka pasur që nga fillimi, s'ka pse ta ndryshoj. Përderisa diku ka besuar në një fe, nuk ka pse besoj në një fe tjetër, ma. E drejta atyre? Po, derisa është demokraci, është e lirë të ndryshosh dhe fenë. Jo, negative për mendimin tim. Kjo është një çështje që i takon gjithë secilit. Nëse ndjen të ndroj fen, mund të ndrojë. Nëse ndjen që duhet të besoj një fe të caktuar, duhet të besoj atë. Nëse ndjen që nuk duhet të besoj fare, nuk duhet të besoj fare, nuk ka asnjë problem. Personalisht i qëndroj një besim edhe pse nuk e praktikoj, po nuk është se i gjykoj askënd. Përderisa ti e pjesa asaj feja, aty ku ke ato rrënjët tuaja, domethënë ke filluar besimin që në fillimet tuaja, pse ta ndrosh. Por edhe mund të ketë raste që pse jo? Ju vetë do ta ndryshonit fenë tuaj? Absolutisht. Asnjëherë. Jo. Ja. Ona ja, se ndryshoj fenë tim. Unë jam musliman, nuk e ndryshoj. Po kam respekt për gjithë fejat, se mbi të gjitha jemi shqiptarë. Për gjithë fejat kam shumë respekt. Jo, asnjëherë, jo. Ja, kam besim tek feja ime, edhe më pëlqej aty ku. Pra, ky ishte materiali, bashkangjitur ti edhe Vox Popet, mendimet e qytetarëve shqiptar apo jo, Elvis. Deri diku mund të themi paragjykoheshin nga ta njerëzit që ndrojnë fen. Pse ky koncept? Është edhe mentaliteti jon, sepse jemi mësuar me partitë politike ndoshta ose jemi mësuar me tivozlikun e ndeshjeve të Duket si futbollit. një çështje besnikërie, ëh, ti qëndrosh besnik fes me cilën ti lind. Nuk është se për shembull, sepse është çështje kulture, flas kulturë fetare. Ato njerëz që shikuam nuk është se ishin shumë, ma sa kuptuam ne, shumë të thelluar në fe, më shumë e kishin një lloj pasioni, që me që unë i përkas kësaj feje duhet të qëndroj përjetësisht. Ne themi, si teolog, atë që nxjerrim nga ajka e Kuranit famlar dhe nga feja islame, duke pas mundësinë se kemi pasur shansin që ta studiojmë. Se çdo gjë, çdo fush ka nevojë për studimin e vet dhe të njohësh atë shkencë. Feja islame çfarë thotë? Gjithmonë thret Zotin në Kur'an. A nuk logjikoni? A nuk analizoni? A nuk perceptoni? A nuk nxirrni urtësi nga këto ajete që vijnë në Kur'an? Që do të thotë
që kur ta besosh diçka, ta besosh atë në bazë të argumenteve. Ta besosh atë duke qenë i bindur në atë që beson. Për shembull, ne jemi në nivel, po themi, teologjik. Dhe kur vjen puna, unë e them pa frikë, e kam thënë gjithmonë, derisa kam arritur në to për masa, që ose mu do të më dilte përpara, diçka e cila do të ishte shumë më argumentuar. Po dua të jem shumë i qartë në këtë pikë. Diçka e cila mund të tregonte shenja të dritës qartë, që ajo është e vërteta që më dërgon, sepse çështja ku është pishtari ndriçues që njeriu do të gjejë Zotin, se unë kam qenë që fillim nuk ka një lloj kontradikte këtu, sepse ne themi që feja diktohet nga besimi, nga ajo që është shumë shpirtërore. Ju po na pohoni se duhet jeni racional me argumenta pse e besoni. Është shumë e qartë. Si ta bëjmë ndarjen? Është fare e qartë. Pishtari ndriçues që është në zemrën e çdo personi është që njeriu kërkon Zotin e tij. Kjo është ajo natyrshmëria. Tani Zoti ty të vjen tokë nëpërmjet disa feve. Këtu ti ke, dhe unë e them që ta kuptojnë që gjithë, është më lehtë të gjehet feja e vërtetë se sa të mësohet gjuha angleze. Nuk është ndonjë diçka shumë e vështirë. Dua të them, sepse nuk quhet besim. Nëse do e kthejmë atë në dogëm, besimi nuk quhet. Po s'tia bëjmë, ti provojmë të gjitha ritet fetare dhe ku ne ndjehemi më rehat, atëherë ajo është feja e vërtetë? Gabimi më i madh që ka ndodhur në tokë është që Zoti të besohet në mënyrë irracionale. Që feja të merret si dogëm. Për shembull, si ja shpjegojmë ne njerëzve fen? Dal pak më praktik, do më falësh, por shumë të thjeshtë, shumë praktike për gjithë teleshikuesit, po. Ne i themi, janë 3 bazat e fesë islame. Të treja këto kanë qindra dhe mijëra argumente. Kush janë? Zoti, Kurani, profeti. Ne kur themi që profeti Muhamedi ishte profet, japim qindra argumente pse ishte profet. Se këtu është detallimi midis profetit Muhamedi dhe Nostradamusit, ose një profetit rrem. Kur themi që Kurani është libri i Zotit, ne japim qindra argumente pse është libri i Zotit. Pse nuk është një roman, pse nuk është një revistë. Ka argumente shkencore, filozofike, psikologjike, ka pastaj argumente ligjore, historike, derisa njeriu të bindet që ky nuk është libër si gjithë tjerët. Ky është një libër i Zotit. Dhe pastaj çështja e Zotit është më e lehtë se gjithë njerëzit. Kështu mendoni? Kështu analizoni diçka për të shtuar. Ne të themi të një gjë për Biblën, që është fjala e Zotit, që është libri i shenjtë, pra çdo fe ka natyrisht, ka parimet e saj, çdo fe ka edhe kredon e saj, besojmen e saj. Po, megjithatë ka diçka të përbashkët mes feve për të cilet kanë folur. Krishterimi, Islami dhe Judaizmi. Të tre janë besimet e librit quhen. Kanë librin e tyre që e vlerësojmë si një libër të shenjtë. Dhe janë monoteiste. Dhe është për këtë arsye që në shumë aspekte të tre besime mund të bashkëpunojnë dhe çdo besim është për vëllazëri, për paqe, për drejtësi. Do më thënë ka shumë vlera të përbashkët. Mesazhe të rëndësishme. Po në fakt, Imzot, si matet serioziteti i mendimit të ndërrimit të fesë nga ana e përfaqësuesve të feve përkatëse? Si matet? Që thot, kur është serioz një mendim i dikujt që do ta ndryshoj fen? Për këtë duhet të pyesim për cilat arsye disa kanë ndryshuar fen. Unë po flasë, për shembull, nga eksperiencat e mia, tu në Shqipëri, në kontakt me persona që kanë ndryshuar fen, janë bërë katolik. Pse? Disa, sepse ishin tërhequr nga dëshmia e miqve të tyre, miq të tyre ishin katolike, atëherë janë tërhequr ndoshta edhe nga shembuli e jetës së tyre. Disa, sepse ndoshta edhe rastësisht kanë qenë të pranishëm për do një ceremoni në kish dhe u bëri shumë përshtypje. Disa, sepse kanë lexuar Ungjillin, këto janë arsye shumë serioze. Arsye serioze, të cilat konsiderojnë të tilla edhe nga përfaqësuesit e fesë. Nuk është serioze kur, për shembull, vetëm për të pëlqyer bashkëshortin, i cili është katolik. Atëherë të bëhem edhe unë katolik. Kjo nuk është serioze. Ose sepse, se i e bëjnë në fakt fatkeqësi shumë sekte, sepse të bëhem anetare e asaj e sekte, me jep të drejtë për disa dima materiale. Ka shumë në fakt grupe fetare që
me shumë prozelitizëm që është shumë i rrezikshëm. Po, tërheqin anetar duke ndihmuar materialisht. Pra, në mënyrë të ndërthurur, im Zoti na ka sqaruar se cilat janë arsyet që i shtyn shqiptarët, por gjithashtu edhe ata që duan të besojnë në një fe të caktuar drejt një besimi tjetër, po nga ana tjetër gjithashtu edhe se si është apo se si mund të konsiderohet serioze ky proces që ti duhet kalosh me mendime shumë të kthjellta. Përpara se të kthehemi në kohë, sepse në Shqipëri dikur ka qenë shumë e vështirë martesa mes dy partnerëve të feve të ndryshme, ne do të marrim mendimet tuaja, por gjithashtu do të shohim edhe mendimet e qytetarëve, do të shkojmë vetëm në pak çast të publicitet e rikthehemi sërish në studio. Çfarë mendoni ju, shoqëria shqiptare për shembull ka problem martesën e dy njerëzve midis feve të ndryshme, dy njerëz që vinë nga fe të ndryshme? Jo, nuk e ka. Jo, mendoj që nuk e kam problem. Tani nuk e di, po unë për vete jam kundër atyre. Jam kundër atyre që mendojnë që nuk duhet të bëhen martesa ndërmjet feve të ndryshme. Jam pro që të martohen në fe të ndryshme. S'duhet të jetë problem, se dia është apo s'është, po s'duhet të jetë problem. S'ka rëndësi fare. Dashuria s'ka spyt se është musliman, se është krishter. Personalisht kam raste brenda familjes, brenda rrethit shoqëror, brenda fisit që jam martuar me njerëz të feve të ndryshme, nuk ka asnjë problem. Është pasojë e zhvillimit historik, nuk kanë pasur kohë shqiptarët të shikojnë fetë njëri tjetrit, thjesht kanë pasur gjëra më të rëndësishme për të bërë. Po, tani më po. Dikur ishte një ndoshta nuk u lejonte, por tani po. Po. Varet mund t'jenë, ka shumë veta që mund t'jenë racist, por ja. Pra, këto ishin Vox Popet, së kole nisim bashkë bisedën, e thamë se dikur, për para viteve 60 në Shqipëri ka qenë e pamundur martesa mes të partnerëve me fe të ndryshme, ndërsa sot të pak në qytetarët thonë jo më, zgjedhja nuk është e tillë, që ta pyesin fillimisht çfarë feje i përket ti? Jo që ka ndodhur faktikisht është se në momentet kur nëse do të flasim në këndvështrimin fetar ose sheriatik, domethënë është ndryshe. Mund të jetë pak më ndryshe. Nëse do të flasim mbi shikuar nga këndvështrimi ligjor dhe shoqëror, domethënë, ose mënyrën se si jetojmë, sistemin e jetesës, sistemin ligjor, sot është demokraci, domethënë, dhe sistemi i komunizmit ishte ai që me forcë bëri dhe përzierjen, madje ne kemi parë dhe shumë nga ato realizimet artistike, filmat, e atij sistemi që bënë një luftë shumë të madhe për të bërë një përzierje, për të thyer atë fanatizmin e të gjitha krahave, në të gjitha feve, që shiko se kjo që thoni ju nuk është e mirë dhe përzierja është e mirë. Unë jam dhe, si thuash, produkti një martese të tillë, edhe nga ana e babait, familja e babait tim janë me besimin ortodoks. Dhe kurse nga ana nënës janë me besimin musliman. Kur e zgjodhe besimin tënd, Sakon? Në çfarë moshe? Unë të them të drejtën, besimin tim e kam zgjedhur, jo se është rregull për ta zgjedhur, siç tha Elvisi në moshën 18, por në moshën 18 e kam vendosur. Atëherë ke zgjedhur. Po pse? Pse vendosa? Unë kam qenë tanoja nga njëra anë dhe jo nga tjetra. Shiko, të them të drejtën, unë kam qenë dhe indikuar, domethënë ajo që thash pak më parë është se njeriu është produkt i ambientit dhe i prindërve, i familjes. Unë jam rritur në mesin e, domethënë nuk jam rritur në shtëpinë time, jam rritur tek gjyshi, që i përkiste besimit musliman dhe paksa indikuar... Tek gjyshi nga mami, domethënë. Nga mami, domethënë, edhe që i përkiste besimit musliman. Dhe kjo ka bërë që unë kem qenë indikuar, por se që t'jem një praktikant dhe një besimtar i vërtet, se nuk mund ta quajmë një musliman besimtar, tamam ashtu siç duhet, me rregulla, vetëm në qoftë se ai zbaton rregullat e besimit që i përket. Edhe përqafimi i besimit islam është bërë në moshën 18 vjeçare, ku unë kam lexuar dhe kam pasur qasin ndaj disa literaturave, librave të ndryshëm dhe ftesës që më kanë bërë disa shok, por që dua të theksoj që nuk ka qenë pa bindje dhe pa lexim. Si përcolli babai juaj, se jam kurioze, në momentin kur ju morët këtë vendim, sepse supozohet që ne emrin e marrim nga babai, fenë e trashëgojmë nga babai, origjinën gjithashtu. Patjetër, feja unë mendoj që nuk është me trashëgimni,
nuk është e trashëguar, ne njeriu beson atë që mendon se është feja e vërtet dhe pavarësisht se si ai arrin tek ajo, qoftë nëpërmjet argumenteve që ai qetësohet, nëpërmjet logjikës, qoftë nëpërmjet realisë shpirtërore. Ne nuk do të diskutojmë se kush është e drejta, mënyra se si arrin tek feja nëpërmjet argumentave apo nëpërmjet ndjenjes tënde, domethënë. Po kjo është individuale apo është e përcaktuar nga përfaqësuesit e fesë? Shiko, mënyra se si gjendet e vërteta. Unë them feja ka të bëjë me atë që thuhet e vërteta ose e pa vërteta. Pak më parë Elvisi tha që Zotin tokë, domethënë, ka ardhur nëpërmjet literaturave, nëpërmjet teksteve të shenjta. Po nuk mund të supozojmë që të treja rrugët, dikush mund të thotë që të treja rrugët na çojnë në një destinacion. Po burimi është i njëjtë i teksteve. Unë nuk dua të futem fare këtu, por njeriu kërkimi i fesë bëhet nëpërmjet dhe argumentave, domethënë nëpërmjet fakteve, sepse Zoti është e vërteta dhe e vërteta nuk mund gjendet pa fakte. Kjo është një gjë e rëndësishme. Dhe duhet të dimë këtë tjetër që dhe rahatia shpirtërore dhe ajo që ne na bën të ndjehemi mirë është pasi që ne kemi gjetur të vërtetën në bazë të këtyre argumentave. Jo thjesht se unë kam parë të gjëra të tjera, kam lexuar që shiko se pash një ëndër dhe më doli dikush dhe më tha që shiko se kjo është rruga e drejtë edhe unë ndjeva shumë i qetë dhe pastaj u bëra i krishter, musliman ose I ka gjë shumë interesante për dalë, sepse gjithmonë kam dëshirën, nga që vetë jemi munduar të studiojmë. Të mbetemi pak sa tek këto martesat, martesat të cilat sot, me sa duket ju konfirmoni se nuk është problem. Është ajo që tha Sokoli, që janë mes partnerëve me fetë ndryshme. Për shembull, të vetmet opinione që mund të shikojmë aty nuk është se mbushen mbi atë që domethënë argumentohet ajo që thotë. Nuk jam kundër, po për shembull desha të them këtë për dal nga dogmat, dal automatikisht kjo pyetje që u shtruan. Folja e parë, ajeti i parë që i ka zbritur profetit Muhammed nuk ka qenë beso. Shumë e çuditshme. Po ka qenë lexo në emrin e Zotit ton. Po ti kishte thënë beso, atëherë është dogmë. Kur ka thënë lexo, dhe është folje në mënyrën urdhërore. Lexo. Po si e pastron shpirtin përmes leximit? Leximi të çon tek besimi. Pastaj rregullat që janë të vendosur, largimi nga e keqja dhe veprimi i veprave të mira e pastrojnë totalisht shpirtin. Im zot Frendon na përmendi pak më përpara që lejohet që në kishat katolike të ketë martesa midis një nuse katolike dhe një dhëndre muslimane, apo jo? Në kish lejohet e njëjta gjë? Në xhami është qofse lejohet që të martohet një musliman me një fe tjetër, pra flas për fetë mëdha, kristiane ose izraelite apo jehudive, do të thotë që kur arrihet tek martesa brenda saj ka çdo gjë. Për shembull, mund të përshtypje. Që thotë se mund të hyjë edhe në xhami një çift me fetë ndryshme. Pa u vonuar vetëm një sekondë, më jep një shembull praktik që më ka ndodhur. Se është çështje kulture. Për shembull, për herë kam thënë që i gjerman bëhet musliman shumë i mirë. Më ka ndodhur që kam në xhami ka ardhur një gjerman, është bërë shkak një vajzë e cila studionte atje, ishin njohur dhe kishte thënë që unë jam muslimane dhe ai kishte kërkuar për islamin. Dhe ka ardhur në xhami, ka pranuar islamin. Ajo që më bëri përshtypje, të dalë ka ajo që opinionet nuk mund merren gjithmonë nga populli, duhet një lloj specialiteti. E kam pyetur gjën e parë. Ti je gjerman, ishte puro gjerman. I kam thënë, po bëhesh musliman prej nusës apo se e ke studiuar? Jo, tha, po bëhem sepse kjo u bë shkak që unë të marr literaturë dhe ta lexoj. Gjëja tjetër që më ka bërë përshtypje çështja e tolerancës që u folde pak më përpara, ishte që ka ardhur i gjithë fisi i tij. Të gjithë rreth 30 gjerman tek xhamia e qendrës dhe unë isha në një siklet madh vetëm për diçka. Nuk kishte se unë po pretendoja të shpjegoj gjithë islamin, e kisha edhe në aspektin që neve si popull kur vinë nga Europa dhe Gjermania që është elita e Europës, kisha dëshirë të tregoj atyve një qytetari. Përveç islamit që ishte ceremoniali që ato do të martoheshin, kisha dëshirë shumë se ne do të shpalosim gjermanëve, francezëve, italianëve, amerikanëve dhe të gjithë dhe kemi edhe ne kulturën tonë, qytetarinë tonë. Dhe e pash një gjerman kishte studiuar dhe nuk ishte ndikuar nga bashortja e tij, që ishte bërë musliman dhe erdhi pas një lloj problemi dhe prezantoi shahadetin dhe është bërë musliman. Mirë, im zot Frendo, çfarë rëndësie ka për përfaqësuesit e feve të ndryshme që të shtojnë radhët e praktikantëve të tyre? Ndoshta kjo spjegohet edhe me këtë tolerancën fetare që ekziston qoftë edhe në martesa? Po, sigurisht, e dua të theksoj se Elvisi ishte mëse i qartë. Ideali është gjithmonë që të kenë të njëjtë besim. Kjo është ideali, sepse martesa kërkon marrëdhënie sa më të përsosur. Dhe kur kanë të njëjtë besim, atëherë sigurisht se kjo ndihmon për marrëdhënien e tyre. Megjithatë, po lejohet nga ana e Kishës Katolike që një
katolik të martohet me një person i një besimi tjetër, po si thash nuk bëjmë asnjë presion për që pjesë e pala jo katolike të vetë katolike, megjithatë gjithmonë para martesës bëjmë disa takime me famulitarin, me priftin, i cili shpjegon qartë çfarë është martesa sipas konceptit biblik. Besime kryesore, pika kryesore, po, dhe bëjmë pastaj edhe di kushte, që pala jo katolik të lejoj që pala katolike të vazhdoj të praktikoj besimin e saj pas një penges, dhe se fëmijët të pagëzojnë dhe të edukohen si katolik. Këto janë di kushte që bëjmë për ata që kërkojnë. Janë të obliguar që fëmijët të pagëzohen, apo mbetet edhe kjo pastaj në dëshirën e tyre? Po. Janë të obliguar, pra nëse martesa bëhet në kishë, atëherë janë të obliguar që të pagëzohen edhe fëmijët në të ardhmen. Mirë, të kalojmë tek një tjetër aspekt, edhe ky është më i rëndësishëm. Sokol nuk e di se çfarë mendimi ndan ti për ata njerëz që kanë emigruar dhe për hir të emigrimit janë detyruar që të ndryshojnë emrin edhe fenë e tyre. Të ndjekim fillimisht të material dhe pas pak rikthehemi në studio për ta komentuar bashkë. Gjykoriku i vitit 1990 shënoi zyrtarisht eksodin e parë të shqiptarëve në botën perëndimore. Qindra e mira shqiptar vendosën të largoheshin për të rigjetur një jetesë më të mirë. Noi siamo venuti qui con una grande speranza, non soltanto per trovare il lavoro, che è molto importante per noi, ma trovare anche un grande affetto, forse che è mancato nel nostro paese. E bashkë me ikjen e tyre, kohë pas kohe, përshtatja me vendin ku jetonin, kishte në fakt dhe kërkesat e veta. Ndërrimi i fesë apo ndërrimi i emrave kanë qenë të paktën 2 prej kërkesave të reja të tokës ku ishin vendosur. Dhe si kërkues më i madh i këtyre 2 gjërave, për shqiptarët është njohur shteti grek. Konvertimi fetar në fakt për shqiptarët në Greqi ka ardhur si pasojë i rolit që luan feja në shoqërinë greke. Të ushtrosh besimin musliman në Greqi nuk është fort e pranueshme, ndaj shqiptarët që mbartnin këtë besim ju desh të ktheheshin në ortodoks. Ndërsa pika tjetër ishte ajo e konvertimit të emrit. Çdo emigrant shqiptar në Greqi e di mirë se si pagëzoheshin ata me një emër tipik grek, her pas here të përshtatur me emrin shqiptar dhe her tjetër, nëse nuk ishte ekuivalent, kur shkoje të pagëzoheshe, zgjidhje një tjetër emër çfarëdo grek. Më poshtë, po ju tregojmë një listë me emrat e shqiptarëve të kthyer sipas ekuivalentëve përkatës të ngjashëm grek.
E tek sa ndishim materialin, kam përshtypjen se shumë prej nesh po I kujtoheshin të afërmit të tyre apo të njohurit që kanë emigruar drejt Greqisë edhe kanë ndryshuar emrat, apo jo. Ndërkohë që ne kemi një emigrant në Greqi prej shumë vitesh, ai është Jani Çerman, linjë telefonike. Përshëndetje, mirëdita. Përshëndetje. Përshëndetje. Jani apo Arianit, si e ke emrin? Arianit. Arianit. Mirë, prej sa vitesh ke në Greqi, Arianit? Kam sot 23 vjetë. 23 vite, konsiderueshëm. Edhe, kur të është dashur që ta ndryshosh emrin atje? Çfarë ndodhi me ty? Me mua çfarë ndodhi? Vija shpesh herë në kis, dhe të shikoja pak zimet, dasma, gjëra të ndryshme, dhe më pëlqeu shumë kjo gjë, edhe mora dhe unë dhe dhjetë velimin, në theva në Shqipëri, dhe u pakëzova dhe bura emër Jani. Je pakëzuar në Shqipëri? Po, Je pakëzuar në Shqipëri. Pra, ti vetë, Arianit apo jo, ishe I fesë ortodokse, që kur ishe këtu në Shqipëri, pa shkuar në Greqi? Dhe edhe njerë pikin? Pra, ti vetë ishe praktikant I fesë ortodokse, që kur ishe në Shqipëri, pa shkuar ende në Greqi? Po, jemi si fisë, jemi kristian, vetëm se nuk qëmë të pakëzuar. Ne e kuptova. Pra, kjo ka qenë plotësisht vullneti dhe dëshira jote, po më tregon? Po, kjo ka qenë nga unë. E doja të pakëzimin dhe të merja të emër. E kuptova. Arianit, të pyes pak sa për të njohurit të tu atje në Greqi, apo ndoshta edhe të afërmit që kanë qenë së bashku me ty, por që pa vullnetin e tyre kanë ndryshuar emrin edhe fen. Çfarë ndjesie I është përcjell? Ka shumë persona që kanë ndryshuar emrat. Ka shumë. Për shembull, si që jam martuar unë me greke, që donin edhe të jetë të penin martesa, ligjet e kisës janë shumë të forta. Nuk lejon në asnjë mënyrë që në qoftë se nuk jeni pakëzuar dhe nuk je kristian, që të martohesh me greke. Në Greqi nuk lejohet, ndërsa ne këtu në Shqipëri e kemi Imzot Frendon që thotë se ka harmoni fetare dhe lejohet që të martohesh në kish edhe pa qenë I pakëzuar. Arianit? Jo, në Greqi nuk lejohet, në asnjë mënyrë. Nuk lejohet, por në besimin ortodokse, në kishën ortodokse. Në kishën ortodokse, e kuptova. Jo në kishën katolike ka diferencë, e kuptoj. Arianit, meqense të kemi ndin telefonike, përpos atyre që kanë dashur të martohen me shtetas grek, ata që kanë qenë shqiptar, por që për të mos të rënë në sy, I është dashur që të ndryshojnë emrin. A nje? Jo. Nuk nje. E kuptova. Pra arsyet pas kanë qenë të forta, po më tregon. Po. E kuptova. Ka edhe raste të tjera që ndryshohen emrat. Nuk është vetëm ajo. Nëse kanë bërë gjëra penalike, ka gjëra të ndryshme që ndryshohen emrat. Nuk është mundur se kanë ardhur në Greqi edhe kanë ndryshuar emrat. Jo, kanë ardhur në Greqi nga muslimanë janë kthyer në ortodoks. Edhe kjo është mos e ditur. Nga emër shqiptar kanë vënë një emër ortodoks. Ka gjëra të ndryshme. Nuk është vetëm kisha në këtë mes. E qartë. Okej. Arianit, atëherë ne të përshëndesim dhe falenderojmë shumë për minutat që na kushtove. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë, Sokola, ashtu sikurse ka raste si djali në fjalë që ne kishim linjë telefonike që me vullnet dhe dëshirë të plot është pakëzuar këtu në Shqipëri, pastaj atje në Greqi nuk ka pasur asnjë lloj problemi, kemi edhe anën tjetër të medaljes. Një shqiptar, një musliman shkon në Greqi dhe është detyruar që të ndryshojë fen dhe emrin. Vërtet. Unë dhe nga afër kam njohur domethënë raste të shumta, shokë dhe miq të mi, të cilët domethënë janë musliman, madje kanë qenë edhe për atyre që nganjëherë edhe vinin në xhami për të falur, qoftë edhe ditëve të premte, janë detyruar domethënë për shkak të punës, sepse atje në Greqi ka ndodhur që ndryshe nga Italia, themi të drejtën, që tregohemi realist. Në Itali nuk është ndjerë ky presion, domethënë, I fanatizmit fetar mbi emigrantët shqiptar për të ndryshuar emrin me qëllim që të përfitojnë sa më shumë përfitime nga emigracioni ose nga vendi italianët. Nga shteti përkatës. Edhe pse në çdo vend nuk e mohojmë që ka tendenca duke menduar, duke parë se gjithë secili mendon në atë fenë vet që feja ime është e vërtetë. Dhe duke menduar që feja e tij është e vërtetë, ai niset nga dashamirësia për t'i bërë
njerëzit e tjerë, domethënë antarët fesë vetë, nuk është se është një dëshirë gjithmonë e keqe. Por mënyra se si ndryshohen emrat në Greqi për shkak se ata që mbajnë emrat musliman, për shembull, diskriminohen dhe nuk përfitojnë privilegje, kjo është për mua është intolerancë në një farë mënyre. Ka të bëjë ndoshta edhe me mentalitetin ballkanik që ka Greqia, sepse ka dhe ortodoks në vende të tjera që nuk ma mërë mendja se e ushtroj një presion të tillë. Unë para 2 ditësh me një mikun tim që e ka emrin Qazim, edhe unë kam pas komunikuar në Skype me të dhe e kishte emrin, unë e lexoja Timis, por faktikisht ai ishte Gjimis. Edhe emri i tij vërtet ishte Qazim. Po thash, po si ka mundësi thash që nga Qazimi thash Timis ose Gjimis. Ai tha, di si është puna, tha, puna është që tha, unë i thoja Qazim ose shkurt Zimi. Ai thoshte Zimi, po Zimi, Gjimi, një lloj është. Një lloj është. Edhe hajde se po 3 Gjimi tash, Edhe unë i thash, po mirë, me që janë një lloj, atëherë mos 3 Gjimi, po 3 Zimi tash. Me që sa unë shumë e kam dëshirën time. Dhe ideja është që feja nuk përmblidhet dot vetëm tek emri. Po pra, sepse ky është një lloj ndryshimi identiteti që janë bërë këtyre personave që kanë qenë të obliguar. Nuk është një etiketë adezive, domethënë që ti e ngjit edhe vendos sa herë duash ti, siç është puna e emrit, ta hajde po ndryshojmë emrin. Edhe kështu me ndryshimin e emrit kemi ndryshuar fen. Janë kthyer emigrantët në Shqipëri dhe kanë thënë që ore, ne kemi qenë të detyruar ta bëjmë këtë punë sepse kemi qenë në presionin e atyre atje në Greqi dhe nuk përfitonin dot privilegje, madje shumë shqiptarë janë detyruar që e them me bindje të plotë sepse njohin njerëz nga afër që i kanë çuar djemtë e tyre, fëmijët e tyre për t'i pagzuar, për treguar në sytë e grekëve që shiko se ne tash jemi si ju dhe mos bënin tasi midis neve. Dhe dua të shtoj edhe diçka tjetër. Nuk kam asgjë me Greqinë dhe as me ortodoksët, përkundrazi, unë thash që origjina ime vjen nga një familje me besimin ortodoks. Toleranca fetare dhe bashkëtesa është domosdoshme, por fakti historik që çamët, domethënë popullsia shqiptare në Greqi, të cilët kanë jetuar në trojet e veta autoktone, për shkak të ndarjeve të kufijve që u bën më vonë, ata filluan të përkasin një shteti tjetër, por që me kombësi shqiptare u përzon dhe patën një genocid, dhe pjesa që nuk pranoi të ndryshojë emrin dhe të ndryshojë fen, u përzon dhe e tregojnë dhe vetë ata që kanë ardhur këtu, kurse pjesa tjetër që ndryshoi fen, ndryshoi dhe emrin, ata kanë mbetur atje dhe i kanë pronat akoma. Në vazhdim të kësaj, një pyetje, Elvis, a lejohet që të ndryshohet feja më shumë se sa 2 herë? Kjo është edhe pyetja ime e fundit. Përderisa ne kemi shqiptarët musliman, shkuan në Greqi, u bën ortodoks, kthehen prapë në Shqipëri, bëhen musliman, se kjo është feja e tyre. Ose? Domethënë, nëse njeriu Im zot Frendo po ma konfirmon, thot po. Por tregon pak pjekurie, sepse tregon që ka ndryshuar besimin, vetëm sepse ishte ma komod për të, që të ndryshoj besimin. Unë vi nga një vend katolik, Malta, por ka absolutisht ka një tolerancë shumë të madh, s'kemi pasur kur që nevoj që dikush të ndryshoj emrin që të duket katolik. Megjithatë, po, ka pasur raste ku ka qenë disa edhe shqiptar që janë atje që kanë ndryshuar besimin, thjesht se të jenë si shumicën e popullsisë. Pra, lejohet përderisa është zgjedhje personale, mirë po ju e konsideroni deri diku një papjekuri. Sigurisht, po, sepse nuk është pjekuri që të ndryshoj besimin që të i dihem ma në vendin time etiz në atë vend, sepse shumica janë katolik. Ka është papjekuri. Por dëshiroj edhe të të them se kemi shumë fat që jemi në një vend ku edhe pse shumica e popullsisë është musliman, megjithatë është shumë tolerant. Unë kemi në paqe dhe harmoni fetare me njëri tjetrin. Në një takim ndërkombëtar në Londër, ku isha një nga ligjërues kryesor kanë folur për situatën në Shqipëri, marrëdhëniet mes të krishterëve dhe muslimanëve, dhe shumë në faktu habiten si në një vend ku shumica e popullsisë janë musliman, megjithatë nuk ka asnjë
problem kur dikush një musliman të vendoset të bëhet të krishterë. Elvis, për të mbyllur bashkë? Në fakt, rasti më interesant ishte nga Hasan Stefan. Hasan Stefan. Nuk do thotë gjë që pse ndryshoi emrin, ai ndryshoi dhe fenë, sepse më shumë nga informacionet që ne kemi pas njerëz në fisin tonë, më shumë ka prodhuar hipokrizi. Një lloj kamuflimi sikur u bërë. Ata vetë nuk e kanë pranuar, thënë. Kurse njeriu është ndoshta në kërkim, nuk po flasim në nivele teologjike që të ndryshojë dy herë fenë, sepse ai është i qartë në atë që beson. Po njerëzit pastaj në bazë të informacionit dhe mund të ndrojnë. Ajo që u tha për ta mbyllur fjalën. Neve këtu kemi një mrekulli që quhet toleranca. Dhe kjo vjen në bazë të një kulture që ne kemi si popull dhe duhet të jemi shumë të ashpër me ato që duan të na e prishin këtë tolerancë. Se mund të ketë një element që kjo është një mrekulli që ne e kemi, biles duhet përçohet dhe në politikë dhe në çdo fushë tjetër dhe duhet të jemi të ashpër me ato që dëshirojnë na e prishin këtë tolerancë dhe këtë mrekulli. Dhe pjesë e kësaj intolerancë pa dashur të paragjykoj, kërkon është që ta detyrosh tjetrin të ndrojë emrin. Nuk e ketë nevojshme. Dhe asnjëherë nuk e kam kuptuar urtësinë pse ka ndodhur kjo, se më shumë krijon reaksion. Për shumë njerëz janë të mërzitur. Rebelohen, edhe i kthehet në bumerang në efekt të kundërt. Shpresoj që gjërat shkojnë. Ja, një rast konkret, unë dua të ndroj fe me trashëgimia muslimane, por në fakt dua që të bëhem ortodokse dhe nga kjo bisedë kuptova se zgjedhja i takon individit, është absolutisht personale, duhet fillimisht që të besoni, po të lexoni, të merrni informacion dhe pastaj të zgjidhni besimin fetar që do të praktikoni. Faleminderit shumë që ishte me mua në pjesën e parë të programit. Ishte kënaqësi veçantë. Faleminderit. Do të shkojmë miq dashur tani në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak me recetën e ditës.